Ka dal një ide e re, një ide që po diskutohet shumë. Një ide që tashmë një indjer i familjes, një familjar, nëse nuk jeton më, mund ta printosh, si mund thuhet, në 3D, në një si mund thuhet, arkivol, tavolin, si të doni ju. Dhe ka hapur polemika të mëdha. Kisha bërë një diskutim dhe dikush nuk e besonte, por tani po e besojnë. Kush është rastisht një, do t'i lutesh aty bëj like faqes, shihemi sërish dhe faleminderit që jemi për bashk. Para një viti, një shoqëri italiane nga Sardenja që bën këto projekte në 3D, njëkohësisht edhe merret edhe me varrime. Ai lëshoi një ide që për të është brillante. Një ide që në një tavolin, pra tavolin 3D, ti mund të printosh, e keni parasysh ato printimet që bëhen me kristale në 3D? Pra kjo është një tavolin që të printosh brenda tavolinës portretin e një njeriu. Si të duash ti, sepse tani ka vite që bëhen këto printimet, pra printimet në 3D, bëhen në kristale, që ti e shikon nga të gjitha anët, e rrotullon si të duash, dhe bëhen printime të tilla, por bëhen me lazer. Dhe ti e dha këtë ide ky zotëria nga Sardenja, si ju thash, dha këtë ide që ai kush do thot, unë të bëj një familjar, thot, e bëj në 3D edhe në madhësinë e një tavoline, që mund ta mbash në shtëpi apo si të duash ti. Dhe nga kjo dikush tjetër mendoni që të lind një ide e re, pra edhe një trup normal i balsamosur. Dhe vura re që dikush kishte menduar që është fake, pra është diçka që nuk qëndron në disa artikuj vura re. Por ç'është e vërteta, edhe në Angli pas kanë menduar që të bëjnë një gjë të tillë. Kjo që ju thash unë ishte një ide e vitit 2012, mos gaboj, kjo e këtij nga Sardenja, por nuk ka pak që ka dalë një ide tjetër nga këta anglezët. Pra, ç'do të thotë kjo? Gjithsekush, në qoftë se dëshiron, mund të bëj një printim në lazer në 3D. Po ju shpjegoj me pak fjalë. Në qoftë se keni vënë re, ka disa objekte që ose sepse disa njerëz për ata që nuk janë të informuar, ndaj po ju them që ishte një ide, nuk e dini nëse ka ruajtur si ide, si patent apo jo, por duhet të dini që ka disa familje, për shembull kam qenë në familjen e disa herë, familjen e një shokut ton, shoqes ton, ajo iku djali i ri dhe nga probleme, kishte probleme që kur lindi, dhe ajo e ka bër një printim me lazer, që është rreth 15 cm parafërsisht. Dhe e kthen atë si të duash, kështu e shikon nga të gjitha anët, mund ta shikosh nga mbrapa, pra është një printim me lazer brenda një xhami ose një kristali. Ky është kristal, në këtë rast sepse varet ku e do. Mund ta bësh në kristal, mund ta bësh në xham. Dhe është mirë që si thuaj ta bësh në kristal sepse del më pastër. Dhe nëse keni vënë re këto lloj printimesh, pra kjo lloj teknike, tani e kanë bërë më të madhe. Pra ti mund të bësh edhe forma pak më të mëdha, një qen, një mace, një kafsh, një njeri, pra një bus njeriu dhe të madh. Dhe këto, me fjalë, madhësia e trupit po shtohet gjithmonë më shumë. Dhe ndoshta është kjo arsyeja që disa, si ju thash, kanë menduar, si për shembull ky nga Sardenja, ka menduar që i erdhi ideja dhe tha, unë mund të bëj dhe printime në madhësinë e trupit të njeriut. Pra, sa i madh është njeriu, sa trupi i njeriut, aq mund ta bëj dhe unë. Dhe nga ky moment, disa kanë menduar që ta vënë në tavolin. Pra, sepse si do ta çosh, në këmbë nuk e çon dot. Kështu që je i detyruar ta çosh tavolin. Disa dëshirojnë që ta vënë edhe në shtëpi. Ta mbaj në shtëpi, në mes të shtëpisë, nën tavolin apo ku ta di unë. Po flas për printimet në 3D. Mirë po, është menduar, dikush e ka menduar që ta bëj edhe me balsamime, pra të balsamos dikë dhe ta mbaj brenda garazhit në shtëpi apo ku ta di unë. Jo vetëm atje ku gjendet.
Kjo për shumë arsye, sepse siç e kemi thënë për herë, pagesat janë të mëdha kur njeriu vdes. Nuk e dini apo jo, pra janë pagesat për varrimin, pagesat për njerëzit, pagesat për vendin ku do të çojnë dhe ka mungesa të mëdha, edhe të vendeve. Kështu që secili po mendon se si t'ja bëj, si të bëj një metodë të re që t'i shmanget këtyre problemeve. Tani, në qoftë se dikush mendon që kjo është një marrëzi, pak rëndësi ka, por sepse edhe unë mendoj që është një marrëzi, një që nuk jeton më, nuk mund ta shikosh aty, nuk të vjen ta shikosh një që nuk jeton më, qoftë gjyshja apo ndonjë, merre mend të jetë në një më i ri, të jetë prindi yt, o Zot i madh, nuk e shikon dot atje. Ju si mendoni? Ju do ta shikonit sikur ta printonit, edhe sikur të ishte printuar, mos them tani të balsamosur, por them të printuar. Mund ta shikoni ju prindin tuaj të printuar ashtu sa një lartësia e një njeriu, pra të jetë tamam, siç është ai. Sa është për shembull? Është 1.70, 1.80, ajo lartësia që ka ai, për shembull, ti ta shikosh në një tavolinë. Nuk arrin dot ta shosh. Të paktën unë kështu them, juve si mendoni? Pra, që të ka dalë si ide është e pa diskutuar, pra nuk është fake, por ka dalë si ide. Tani, nëse do ta mbroj dikush dhe do eci përpara dhe nëse do bëhet realitet, këtë ne nuk e dim. Por njerëzit, ta dini, janë vërtet të vështirë, janë tepër kompleks. Ka shumë njerëz që janë edhe të çmendur. Disa kanë edhe këto ide brillante, kështu, të quajtura, dhe keni me miliona gjëra të tilla që ndodhin, që thua ti, o Zoti i madh, si ka mundësi që njerëzit të blejnë. Për shembull, e kemi thënë që ka njerëz që bëjnë disa objekte ose disa skulptura që unë nuk i blej dot kur, ose disa piktura që nuk, mua edhe të mi fali nuk i blej, dhe kushtojnë mijëra euro, mijëra dollar. Ose disa shesin rrobat e tyre, rrobat që vinera, sepse disa njerëz u pëlqen djersa, është e vërtet kjo. Ose të përbrendshmet, vajzat, çfarë të them unë, bile para disa vitesh, jo muajsh, ndoshta 2 vjet, një vajzë nxori të përbrendshmet e saj, pra qoftë si tjenat, por edhe mbathjet, që nuk i kishte larë në ditën e martesës apo ku diun si ishte ajo, dhe i nxori në shitje pas disa, është turpmja shkoni blen me $50,000 njerëzit. Nuk e dim kuptoni apo sa të çmendur ka atje jashtë që nuk e keni iden. Kështu që këto ide që dikujt mund t'i duken marrëzi, për dikë ndoshta janë ide të mira, ide brillante dhe dikush mund edhe t'i përdor. Megjithatë pak rëndësi ka për të tjerët. Unë dua që ta diskutojmë së bashku. Ju çfarë mendimi keni? Si mendoni që është mirë një ide e tillë apo jo? Ju do ta bënit një gjë të tillë me çdo qoftë. Pra, të brenda një kristali në madhësinë e përsërisë të trupit njeriut, ose ndoshta edhe në madhësi të vogla, në kristale po flas. Ju do ta bënit, të shikonit njeriun tuaj, por unë mendoj që në një madhësi të një tavoline, këtë dua të dëgjoj më shumë nga ju. Madhësia e një trupi të zakonshëm, pra aq sa ishte i gjatë ai njeri, ta shikoni në të printuar brenda ose të gjendet brenda një tavoline transparente, brenda shtëpisë ose brenda garazhit. Ju do ta bënit? Pres komentet tuaja, le ta diskutojmë. Është mirë që të jemi të informuar, kështu që këto janë përveç se janë ide, por për mendimin tim janë marrëzira, por megjithatë është mirë që të diskutohet, sepse të kuptojmë se në çfarë bote jetojmë. Kështu që pres komentet tuaja, kalofshi bukur.